Presidentit të Republikës, Zotit Ilir Meta, edhe pas 15 muajsh, vazhdon të mbetet qëllimisht i pasbardhur, sepse zbardhja e tij do të konfirmonte dhe ekspozonte të vërtetën e tmerrshme se institucionet e ngarkuara me zbatimin e ligjit, në diktatin e krimit dhe karteleve të drogës, janë shndruar në një band mafioze që ka kriminalizuar të gjithë shtetin, që vepron për llogari të kreut të organizatës dhe interesave të tij mafioze. Siç mund ta shihni edhe në ekranin tuaj, krimi shtetëror i rrëmbimit mafios të Zotit Meta është konfirmuar edhe nga vetë gjykata e posaçme, që ka pranuar zyrtarisht se ajo çfarë ndodhi mesditën e 21 tetorit 2024 në kryqëzimin pranë Casa Italia në Tiranë, pikërisht në orën 12:18 ishte një rrëmbim. Vendimi i gjykatës fakton e zeza mbi të bardhë se Zoti Meta u njoh me ekzekutimin e masës arrest në burg nga oficerët e policisë gjyqësore vetëm në ora 14:16, pra 2 orë pasi ishte rrëmbyer me dhunë në mes të rrugës. Pra, për 2 orë të plota, presidenti i Partisë së Lirisë, thot gjykata, ishte i rrëmbyer, i marr peng nga bandit të armatosur dhe të maskuar, pa asnjë bazë ligjore, pa vendim gjykate, pa u njohur me të drejtat që i takonin sipas kushtetutës dhe konventës europiane për të drejtat e njeriut, dhe as me bazën ligjore të ndalimit, sigurisht edhe pa ju dhënë e drejta të kontaktonte avokatin e tij. Bandit me maska, të armatosur rënd, pa dokumente identifikimi, pa uniforma policie, pa mjet policia. Një rrëmbim i pastër mafios, i kryer në mes të ditës në sy të 10 qytetarëve dhe kalimtarëve të rastit. Banditët me maska, siç është e njohur botërisht, e tërhoqën zvarr me dhunë Zotin Meta dhe e futën në një automjet privat që gjithashtu nuk kishte asnjë shenjë dalluese se i përkiste policisë së shtetit. Krejt ndryshe, edhe nga e njëjta band mafioze që rrëmbeu Geron Meçen dhe Daniel Shimën, ku siç është faktuar, kriminalët e Edi Ramës ishin kujdesur të maskoheshin me uniforma që mbanin logon e policisë së shtetit apo byros kombëtare të hetimit. Shumë i rëndë dhe nuk duhet neglizhuar kurrësi është konstatimi zyrtar i avokatit të popullit, që gjatë hetimit të kryer lidhur me mënyrën e ndalimit të Zotit Meta, zbuloi të vërtetën tronditëse të zhdukjes së provave. Nuk ka asnjë dokument procedural, nuk ka asnjë provë institucionale për atë që ndodhi në 21 tetor të vitit 2024 në ora 12:18, siç faktoi edhe vendimi i gjykatës në momentin kur Zoti Meta u rrëmbye forcërisht nga banditët e Edi Ramës. Në të kundërt, do të ekzistonte qoftë edhe një dokument shtetëror apo një proces verbal zyrtar për ndalimin dhe shoqërimin e tij në ambientet e komisariatit. Por prova nuk ka, sepse nëse do të kishte, ato do të faktonin zyrtarisht krimin shumë të rëndë shtetëror që u krye me porosi dhe për llogari të kreut të organizatës. Si të mos mjaftonte kjo, bashkë me Zotin Meta, po atë ditë u rrëmbye dhe u mbajt peng, duke ju privuar liria për më shumë se 3 orë edhe drejtuesi i automjetit me të cilin udhëtonte Zoti Meta, Zoti Artemis Peca, ndaj të cilit nuk ekzistonte asnjë urdhër ndalimi. Një tjetër krim i rëndë shtetëror i cili gjithashtu nuk është hetuar kurrë. Fakti që SPAK nuk e hetoi kurrë kallëzimin e bërë në datën 6 dhjetor 2024 nga Partia e Lirisë ndaj banditëve
që kryen rrëmbimin e zotit Meta, fakti që prokurori Arben Kraja e cilësoi si të rregullt dhe të ligjshëm këtë akt kriminal para gjykatës në seancën për masën e sigurisë të datës 23 tetor 2024, fakti që SPAK qëllimisht në kundërshtim me vendimin e gjykatës e shmangu vetëm pra Byron Kombëtare të Hetimit nga operacioni kriminal për rrëmbimin e zotit Meta, konfirmon bashkëfajësimin e këtij institucioni, gjithashtu edhe faktin se ky institucion funksionon në ndikimin politik të urdhrave mafios të Edi Ramës. Është e qartë pra si drita e diellit që ky rrëmbim i mirë planifikuar prekosh nga organizata kriminale vendase dhe mafia ndërkombëtare e përfaqësuar nga George Soros u krye me urdhër të Edi Ramës dhe u ekzekutua nga grupi i gatshëm i banditëve të organizatës të specializuar për të tilla aksione kriminale por rrëmbim personi që ishin gati në 21 tetor edhe për një skenar të mundshëm gjakderdi. Në 21 tetor 2024, në ora 12:18, nuk ka ndodhur një arrestim, por një krim i pastër shtetëror. Në Shqipëri, presidenti i Partisë së Lirisë, ish president i Republikës, u rrëmbye si në filmat mafios. Edhe pse këto prova i ka dhe i konfirmon edhe gjykata, SPAK dhe policia gjyqësore tregohet që zoti Meta për më shumë se 2 orë ka qenë i marrë peng nga narko banditët e Edi Ramës. I rënd dhe kriminal është gjithashtu fakti se narko drejtori i policisë, Qiraku i Ergys Agasit, Ilir Proda, mbi cilin rëndojnë shumë zullume dhe krime të tjera, vazhdon të mashtrojë publikisht institucionet shtetërore me pretendimin kriminal se ky operacion u zhvillua në rregull. Mjafton ky mashtrim i tij publik që ky narkodrejtor vagabond të arrestohej në flagrancë pa harruar se kur nuk do t'i shpëtojë jo vetëm këtë krimi, por gjitha krimet e tjera për cilat ai është përgjegjës. Përse duhet të rrëmbehej, siç thot gjykata, në mes të autostradës, përmes një inskenimi që zgjati minuta të tëra, presidenti i Partisë së Lirisë, kreu i forcës së tretë politike në vend, lideri i forcës së dytë opozitare, ish presidenti i Republikës që në momentin e rrëmbimit gëzonte mbrojtje të veçantë nga Garda e Republikës. Është e qartë që ai u rrëmbye për të rrëmbyer zgjedhjet e 11 majit, për të terrorizuar Partinë e Lirisë, opozitën dhe të gjithë